kur shkojnë dhe takohen, tash po flas për Ben Israelit, edhe këta janë me besim islam, monoteist, të pasuar, duke pasuar Musajin a.s. dhe kanë takuar se si disa po e adhuronin zotrat të ndryshëm, në vend se këta tash t'ju flasin dhe të thonë qenë keni në hall të madh, ne sikur ju kemi qenë më herët, ne e kemi pa, kjo është besim i kohët e ullt, nuk duhet që të vazhdojnë kështu e ashtu, këta e kundër tha. Në vend se këta t'ju tregojnë për mrekullitë që i kanë pa me sytë e vetë, pejgamberin që kanë afër vetës, se si Allahu Gjelle Gjelaluhu ja poshtroi dinastin më të madhe, më të rrezikshme, diktatori më të madh faraonin, dhe t'ju tregonin për se si erdhën deti këta, se si u ndat deti, në vend se këtë t'ja vërrefejnë, këta i thanë Harunit tash, e pse dhe ne të mos adhurojmë ndonjë zot sikur këta? Pse dhe ne të mos kem ndonjë zot sikur këta? La ilaha illallah. O njeri, o buk për mës, o injorues, o ty që nuk të bën dobi edhe ndihma. Edhe ndihma Zotit për ty me ndat detin. Çfarë poshtërsie, çfarë idiotizmi. Kërkon tash ti Zot nga gjësendet, dhe aty ishte një Samiriu, i cili po tha, duhet të kemi edhe na një Zot të tillë. Ai ngriti zërin, Haruni ishte i qetë, i butë, dhe nga frika se po përçahen tash Ben Israel dhe po bëhen grupacione, heshti, nuk e dha maksimumin e tij. Nuk e bëri atë reagimin më të fuqishëm që do të duhej ta bënte profeti i Zotit, dhe para syve të tij ky Samiriu tu boj arin dhe argjendin e grave të tyre që sa të varfun ata. Imagjinoje, ata janë të përtjekun, ata janë të largum. Mori atë ari dhe bëri një veç, i cili ndoshta do t'ju duket edhe ju interesant tash. Ai viçi e lëshon zë, pall, që themi ne. Ai mund të duket edhe që po lëviz, e bëri nga ari dhe argjendi, dhe filluan që ta adhurojnë këtë viçin e arit të tyre dhe storisë tyre. Sepse po ju dukej se si kjo lodër po lëshon zë dhe tash po lëviz dhe po kërcen e tjera.